Orta, ke pasur ti episode me Gajën që godiste? Po, sot e kësaj dite ndodh që e bën. Si e ke zgjedhur këtë gjë? Sepse edhe unë kam pasur një periudhë dhe u shqetësova sepse ne nuk ishim njëri që, godiste jo, po as nuk shifte në ekran, për shembull që të kishte presion, apo nuk ishte njerëz, fëmijë të tjerë, sepse ishte kjo ndodhi përpara kopshtit. Pa. Në ato periudha, kur ka qenë le të themi një gjysmë, jo një gjysmë, 2, pavarësisht ne Që ka qenë filluam fix, paka shumë shumë herë, ashtu, një gjysmë, po. Edhe nuk e di, ndoshta janë gocat që janë shumë emotive, shumë të ndjeshme, edhe kam pasur një durim empirik, kam pasur një durim të frikshëm që mund zgjashin episodet edhe 45 minuta. Dhe kam qenë aty. Kur Gaja kërkon të kishte shpërtimet e veta, thoshte, mos televizorën, fillon të dhe kapej me çfarë do lloj veprimi.